Përshëndetje të nderuar bashkëqytetarë. Shpreh respekt dhe mirënjohje të thellë për çdo protestues në Shqipëri, sepse sot më shumë se kurrë Shqipëria ka nevojë për qytetarë të përgjegjshëm që reagojnë e protestojnë e jo për selgji. Në mënyrë të veçantë shpreh respekt e mirënjohje për edhe dhimbjen time të thellë, e dhimbjen e çdo prindi dhe intelektualit Shqipërisë për studentët dhe nxënësit e Shqipërisë. Pjesa më delikate e masakruar në këto 35 vjet. O shqiptar, o bashkëkombës të mi, nuk ka vend në botë që i ka masakruar shkollat dhe universitetet sikur Shqipëria, e kjo i dedikohet e gjitha qeverisjeve të fliqura të Republikës Shqipërisë. Dhe të nderuar student dhe nxënës të Shqipërisë, ju flet një njeri që fëmijën e tij ka arsimuar në Shqipëri dhe që e ndjej çdo ditë dhimbjen se edhe sot mbi 10 vet do mbarojmë maturën dhe do ikim jashtë. Janë 26.600 maturant që as gjysmë e tyre s'rrin në Shqipëri, sepse universitetet e Shqipërisë, klika e ndyrë sorosiano-komuniste i ka kthyer në shpella nepotizmi e korrupsioni. Sepse në shkollat dhe universitetet e Shqipërisë nuk japin më mësim individet intelektual me meritokraci, por spurdhjaket dhe horrat e nepotizmit të partisë. Sepse bazat prodhuese të shkollave dhe universiteteve nuk u vun kur në funksion të profesionalizmit dhe qytetarisë Shqipërisë, por u vëllën dhe u bën vila për horrat dhe qelbësirat e partisë.